Reshjet e pandërprera të shiut të shtunën bën që lumi Janjevka të dalë nga shtrati në kunj të Lipjanit. Uji mori me vete mundin e bujkut Naim Krasniqi duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në produktet e tij bujqësore. Ka dëm në ka bu, në ka i në pra borën e për garajën e mirë me bëjsi. Këtë garajën këtë i kom për 10 tënë që i kom lënë për farë, këtë nujen. I kam marrë vërshimet se kryetari, Imre Ahmeti, kur të vokti zgjedhje vjen këtu, tashti i kam marru daura, veç sa m'jam lu, që thënë një fjallë popullore, m'jam lu e mftyrën. Uji i rrëmbyeshëm i vërshimeve depërtoi edhe në pronën e Hashim Krasniqit e disa familjarëve të tij. Këtu në për banjo, në për garazha ka pak, po kemi marrë masa dhe i kemi bu ato mburojat. Dhe sa do pak e kemi zvoglu domin a këtyne djemve të hoxhës ju ka fut në për depot që kanë patatën, e kanë shepen, në për kuzhina, do më thonë domi është për çdo vjet i njëjti. Të reshurat në komunën e Lipjanit shkaktuan dëme edhe në disa ura. Vërshimet ndanë në mes ure në fshatin Smallush dhe në Gadime të Lipjanit. Ura urdhzu për shkak vërshime se e ka marrë ujë përfunjete. Edhe kjo urë marru në vitet të 80-ta. Edhe lumi Sitnica ka dal nga shtrati me qras ka vërshuar shumë fshatra. Po përballim me disa vërshime me fshatra që janë për rreth lumit Sitnica, në këtë rast fshati Kojs, Krubovs, pastaj fshati Rrëfs, halla që i përshkojnë për rreth lumit, edhe këtu në vërshimet në fshatin Konjuh. E për t'i dalë në ndihmë qytetarëve, komuna ka themeluar shtabin emergjent. Një numër të madh të thirrjeve dhe kërkesave qytetarëve, kemi themeluar shtabin emergjent dhe të gjitha ekipet janë aktualisht në teren. Vendi po përballet me reshje të dendura të shiut nga e marta e kësaj jave. Moti me shi ka bërë që shumë lumenj të dalin nga shtrati, duke detyruar kështu shumë komuna që të shpallin gjendje të jashtëzakonshme.